Malik ibn Dinar. Qysh ka bërë tauba istighfar? Malik ibn Dinar. Një prej dietarëve të mëdhtë të fesë islame, Malik ibn Dinari. O kon alkoholçar. I mbledh kerakijat këtë të përpara e pike. Zot ja kish fal një vajzë, e kur u bon vajza ka një 2 vjet, nga mirë, 2 vjeçare, çaq më ditë. Si përshe babën të pi, pja hek, kret ato, pja le vetëm që ato që jo halal. Kret pjet pja hek. Një ditë e bezdisi babën. Shka po mbësh bebi? Haram po thot, mës pi. Haram, po kjo qefin pe bon, kur po vjen mas ditën e kësham pi punës, e ka pru me veti atë viran alkohol edhe po pi. Baba, vajza 2 vjeçare pja hek, dikura u bezdis për vajzës hajtë, tha mon që s'po pi. E la. Se për dhimët, për vjen keq, 2 vjeçare pja bon që të lashe. Ajo, subhanallah, kur i boni vajza, ja kish në gjitë emnin vajzës Fatime, kur i boni 3 vjetë vajza vdiq. E Malik bin Dinari shumë u mërzit. Shumë u mërzit. Edhe u mërzit shumë edhe prap ja nisi rakisë. E pa një ndër një natë, i kish për e sulmon një gjarë për një madhë, e ka hap gojen në masti, ik qani s'ka, ik qani, shko qani, peshe që atje një plak, o plak bre, katiki bre se më sakatoj. Si njeri ndër qyshe, Allah i në rujtë edhe ndra keqe, au që aty, ik ne, peshe që atje do fmi i nalt. Jenë mledh. Një prej aty në fmive vajza vetë, Fatimja. E kënë në siklet të gjarpnit. Ato vajzat e veta, ato vajzat që përrinë me Fatimën atje, i thanë, Fatime, kërë babë jotë po ikën, babë jotë, Fatime, kjo qështu për ishe andrën. Edhe kjo drejt vajzave, ku me gjetë, aman, ku me pështua, e pa vajzën. Kur e pa vajzën, pak e që kuptime, kam emocione pak, Fatime, se ku me pështu, ato peshet shpëtuar me vlat, ajo kur e pa babën, baba, se po në siklet, e shkoj e mytja të gjarpnin me dorë të majt, e me dorë të gjatë e mori babën e shpëtoj. Mas i shpëtoj, oj bi, tha, shka kebre qaj plak, tha që i thoj shauna ati plakut, ma kalzobe ka të pështoj se marova. Tha, o bab, tha, pun të mira pak, tha, punët e vogle së të pështoj. Pun pak, edhe së të kanë pështu. Nasa pun kemi jo vlazër. Allah i në pështoft. Allah i në rujtë. Kam emocione, për jam i vendishëm, më zharoni. Ti ta, për në vjenë. Allah i nëjë falë të gabimet. Bani dua për hëgjallarët, Allah i në falë të gabimet, edhe njëve dhe juve, e në bashkoft, e Allah i me ju mërja dhe ashtu vesin, një pa ju musht shpia, inshallah, e ju musht shpia, se janë si bën Malikit që ju ka musht shpia. Bani dua për vetje, për neve, për prindere, për babe, për nëne, për evlat, e ma bëni Allah që ja u shqetësova në ashta pak situatën. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.